Ministria e Shëndetësisë prezantoi masa më të repta për të monitoruar punën e punonjësve të kujdesit shëndetësor, me qëllim të sigurimit të punës efikase dhe transparente. Ministri Aliu njoftoi futjen në një sistemi të ri për regjistrimin e orarit të punës nëpërmjet gjurmëve të gishtrinjve dhe theksoi se do të merren masa ligjore kundër institucioneve dhe drejtorëve që nuk i përmbahen rregullave. Ai tregoi se i kanë detektuar se sa punonjës shëndetësor punojnë jashtë orarit, sa orë punojnë dhe nëse ato institucione janë në përputhje me kufizimet e përcaktuara me ligj, pasi sipas tij, shumë doktor punojnë në klinikat private dhe marrin rrogë në shtetërorën për të njëjtin orar. Dodека se ovaj zakon definitivno regulira me nekoliko aspekti. Prvi od te track and trace na sistemu, znači digitalno sledenje na celiot proces. Drafti tjetër që e prezantoi Aliu është projekt ligji i ri për ilaçet si pjesë e një reforme më të gjerë të sektorit të shëndetësisë. Sipas tij, ligji i ri synon të modernizojë sistemin e barnave dhe të sjellë atë në përputhje me standardet europiane, me fokus të përmirësimit të cilësisë së trajtimit dhe rritjes së sigurisë së pacientit. Zgjidhja ligjore parashikon procedura më të shpejta për miratimin dhe regjistrimin e barnave, duke shkurtuar kohën për disponueshmërinë e tyre si dhe duke krijuar një sistem për monitorimin e furnizimit dhe parandalimin e mungesës së mundshme. Janë futur edhe disa sisteme elektronike për gjurmimin dhe analizën e konsumit, theksoi Aliu. Me këtë ligj, forcojmë kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së barnave në të gjitha fazat, vendosim procedura më të shpejta dhe më efikase për sigurimin e terapive të reja në shtetin tonë, përmirësojmë sistemin e farmakovigjilencës dhe monitorim të efekteve anësore përmes vendosjes së mbledhjes, ndjekjes dhe analizës së organizuar të sinjaleve të sigurisë nga përdorimi i barnave në shtet. Projektligjet do të jenë të disponueshme në regjistrimin kombëtar elektronik të rregulloreve ENER nga e hëna javës së ardhshme, ku publiku do të jetë në gjendje të paraqesë komentet dhe sugjerimet e tij.